Miq Prizmus, në një nga ngjarjet e fundit është edhe ajo që Bashkia e Shkodrës dhe Benet Beci duan të bëjnë me tregun e Rusit. Gjithmonë ka qenë problem. Një treg i tillë gjithmonë ka qenë një rrëmuj urbane. Kanë bërë investime, nuk është se s'kanë bërë investime, po shpeshherë kanë shkuar dëm edhe asnjëherë nuk është bërë investim normal. Kësaj radhe Benet Beci sigurisht edhe Bashkia e Shkodrës bëjnë investime serioze, i qëndrojnë investimi dhe njëkohësisht duan që të vendosin rregullin, jo thjesht të hedhin parat. Edhe në pamjet për tu formalizuar, është edhe një nga ato që ka dalë dhe krijoi një lloj polemike pavarësisht se shumica dërmuese e qytetarëve të Shkodrës është tashmë me Bashkinë e Shkodrës edhe me kryetarin Benet Beci. Sepse sigurisht kryetari polemizon me një prej atyre shitëseve, ambulante po themi, e cila nuk do që të formalizohet, do që të qëndrojë gjithmonë jashtë, që mos paguajë asnjë taksët, pengojë të tjerët të dalin përpara. Dhe ky është edhe qëllimi i diskursit tim, për të kuptuar qartë dhe mirë që sigurisht ajo që është pjesë e drejtësisë është edhe barazia. Nuk mund të ketë formalizim edhe nuk mund të ketë dopjo standarde. Nëse rregullohen edhe bijnë në standard elementet e shitjes, duhet patjetër të rregullohet edhe sistemi i barazisë. Barazisë në shitje dhe në konceptin e tregtimit. Jo disa që nuk paguajnë asgjë ose thyen çdo lloj rregulli, nuk pastrojnë, bëjnë pisë dhe ikin, edhe tjerët që sigurisht paguajnë një taks edhe që zanë vendin e tyre, shesin aty ku ju takon vendi i tyre. Nuk mund të ketë dy standarde të tilla. Standardet vinë njëkohësisht. Bashkia ka për detyrë që t'i rregullojnë standardet dhe këtë bashkia e ka bërë sepse po rregullon tregun dhe njëkohësisht këtij standardi duhen përgjigjen edhe njerëzit. Ata që tregtojnë që kanë marrë përsipër të tregtojnë, sepse kështu është rënë dakord. Kështu do të veprohet. Ky është ligji dhe ligji duhet mos zbatuar. Kjo ishte polemika, po bura re disa momente që sigurisht i takojnë një lloj opozitarizmi idiot, sepse ti ka që zgjuar e mbyll gojën edhe qëndron. Që thonë që çfarë padrejtësie të bën, si me kë merret, ajo ka dalë për i cop buket. Shiko, këto janë marrëzira folk komuniste dhe folk bolshevike. Këto i ka bërë Partia Komuniste Shqiptare kur donte të spastronte dhe të fillonte luftën kundrejt të pasurve, kundrejt borgjezisë, i thoshte mendja saj, dhe njëkohësisht kundra ligjit. Për të marrë, kuptohet, pushtetin e ligjin vetë dhe pastaj për t'ia hequr të drejtë dhe të shesin edhe të tregtojnë. Kështu funksiononte në atë kohë. Dhe kjo është e keqja e madhe, sepse po s'u kuptua kjo dhe po nuk u marrë vesh kjo në përgjithësi, shkohet gjithmonë atë drejtimi ideologjik aty, që duhet të jemi patjetër me ato që thyen rregullit sepse është i varfër. Ai vjedh sepse është i varfër, ai vret se është i varfër, dhe ti je gjithmonë me të varfrin, por ama harron që sigurisht e keqja dhe padrejtësia, krimi bashkëtojnë në mendjen tënde më keq se sa ke ai varfri, po themi, që ka marrë përsipër të jetë i ndryshëm nga të tjerët. Të gjithë aty duhet paguajnë, kjo zonja nuk donte të paguante. Të gjithë aty duhen të formalizohen, kjo zonja jo, thot. I sfidon të gjithë ato, ku dua unë, ta do të qëndroj unë, si të kem qejf unë, çfarë dua të bëj unë, e bëj unë. Kështu nuk kam, dhe kjo nuk duhet të jetë më. Kështu dopje standardesh nuk kam. Bashkia do të tregojë sovranitetin e saj dhe këtë punë e bën nëpërmjet sigurisht kryetarit të saj Benet Beci. Dakord, miqtë e mi.